Në një klim të ngrohtë dhe optimiste, u zhvillua takimi i kandidatit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj me përfaqësues të biznesit lokal në Vlorë, duke ndarë me ta ide, vizione dhe ambicie për një të ardhme më të mirë për qytetin dhe komunitetin. Kandidati për deputet për mandatin e tij të tretë foli me sinqeritet për sfidat e sipërmarrjes dhe politikës në Shqipëri, ku cilësoj se biznesi është një organizim, punë e palodhur, është një vizion, njësoj si politika dhe çelësi suksesi qëndron tek ndërtimi i një ekipi të fortë. Parë në një këndvështrim më të gjerë, ai shtoi se sot, më shumë se kur, politika ka nevojë për përfaqësues që vijnë nga bota reale e biznesit, që dinë të ndërtojnë dhe të zhvillojnë, duke u drejtuar një mesazh të drejtpërdrejtë përfaqësuesve të biznesit. Ai u shpreh se njihen aftësitë e tij për të zgjidhur çështje dhe ka ambicien që pesha e tij politike të rritet bashkë me mbështetjen e të gjithëve. Mendoj që sa më shumë të ketë nga ne biznesmenët në politikë, aq më mirë do të bënim këtij vendi. Ne jemi njerëz ndryshe, nuk jemi si politikanët e shkollës të karrierës. Ne shikojmë shumë ndryshe sepse ne prekim punën për ditë. Unë jam pro çdo biznesmeni në politikë. Do të nxjisja akoma që të merrni pjesë në politikë. Ne jemi shtresa e parë apo dallandyshjet e parë e lindjes kapitalizmit në këtë vend. Sepse i themi punës bismillah, punojmë vetë në mëngjes, kemi punëtor në punë. Dhe parlamenti i Shqipërisë duhet të ketë përfaqësinë e vetë të biznesit, jo një deputet. Atëherë do kërkoj si pjesë e grupit tim me shtabit tim, do të thosha që shtryeni çik zërin më tej. Jeni ju që jeni kolegë biznesit që mi dini hallet dhe aftësitë e mia për ta bërë atë politikën ashtu siç duhet dhe për të qenë një zër juaj në parlament. Dhe do ja kërkoja këtë që ta kërkoni votën dhe pak më tutje tek njerëzit që njihni, me ambicien që atje në politikë nuk është vlera e kapitalit, nuk është pesha ime, duhet numri votave ai që do të më nxjerrë si deputetin që kam për krahjen e qytetarëve. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e biznesit i dhanë mbështetje të plot duke u shprehur se në këtë komunitet njihen dhe vlerësojnë njëri tjetrin dhe njohin ndihmësën që Sinaj ka dhënë në komunitet. Kjo gjë i bën më të bindur e të vendosur për të qenë krahati në këtë rrugtim. Për atë që kemi ardhur sot këtu, kemi ardhur për krahë, për të thënë mbështetjen tonë. Faleminderit. Për shumë arsye, pavarësisht se ti përfaqëson pjesën e lumit Vlorës, po të gjithë ne që jemi këtu kemi lidhje me lumin e Vlorës dhe kam përfaqësuar lumin e Vlorës, do përfaqësoj dhe Vlorën. Edhe Vlorën, patjetër. Edhe Sarandën, edhe tani jam duke marrë mandatet e më parë dua të them që ke përfaqësuesi deputet, ne të gjithë kemi lidhje me fshatrat dhe i kemi parë punët apo kontaktet që kanë banorët e fshatrave me juve personalisht. Dhe me problematikat që kanë drejtuar tek juve dhe kanë marrë zgjidhje. Kjo na bën dy fish më të bindur për t'ju përkrahur. Përtej asaj që vota jonë është e majt apo dhe diat çka do është, por ne të përkrahim dhe do të mbështesim për të çuar zërin përsëri në parlament. Të gjithë çajemi këtu ne, përfaqësuesët të marketeve që janë sa shikojmë këtu, të gjithë të njëjtu, janë na përfaqëson ajo dashuria për punën, dashuria për njerëzit, puna e pastër dhe puna e ndeshme.